Jo. Do doje të flisje? E ke rënë telefonit? E kam telefon, po unë kam rënë 20 herë nga ora para orës 4 dhe gjerit është ti, i kam rënë 20 herë telefonit edhe nuk më del. Nuk e hap? Ja, del i mbyllur. Del i mbyllur. Je në merak për djalin, apo jo? Si nuk jam. Si nuk jam. Si mendon, pse arriti deri këtu? Tashti, ai ka pas mendimet e tia, nuk na shprehesh neven. Më kupton? Që unë nuk di që të them. Ka pasur më përpara Të konflikt flas kot me cilë. me familjen e vajzës? Ka pasur, po sakt nuk i dim gjerat, nga ashtu. Nga që kur u kthyti se ka qenë jashtë, Po. që kur u kthyti dhe tu, kishtë dërguar ca lek, po i kishtë dërguar në emrit saja. E kupton? Ashtë. Dhe kur kthehet që andëjan, kërkon ato lek. Që atjen u shkatërua, nuk i di mua betët sakta se të gënjejmë, mos flasim kot. Ashtu. Që ato ditë u prish mua beti. Po ajo sa herë që vinte këtu, na porosis në neven, që mos bëni mua bet, mos marrin vesh babi dhe mami, thash, prindrit. Prindrit e Vinte saj pa lejen e atyre. takohej me Nertilin pa lejen e Po, prindërve. po. Ndërkohë që prindit mendonin se ajo ishte ndarë nga Nertili. Po. Jo, edhe më parën, edhe pa hapur që mua bet. Mos marrin vesh prindrit tash. Çfarë mos? I ka ikur policisë. I ka ikur policisë? Po. Ke një thirrje për djalin? Po ku ta gjej thirrje? Nëpërmjet ekranit, mbase të shikon. Nëse do të Mbase më dëgjonte shikon tani, mua? Po, në televizor. Po policisë kur i ka ikur ai? Tani, para pak minutash. Se pa 2 orë mua më thanë që djali u kaptë dhe çuk Ka me ikur. Është eleroj. arratisur, po e kërkojnë në pyll. Qa të them unë? Nuk di të flas. Çfarë do t'i thoje ti nëse ai të dëgjon tani? Po qa do t'i thoj? Kam qa them me unë të ashti për këtë që ndodhi? Të dorëzohet? Të dorëzohet sa më parën. Edhe gjallë mos tjetë me. Kur arriti gjeri këtu. Qa të them? Nuk di qa të shprehem.